Atëherë përshëndetje për gjithë ju miq të dashur të radio televizionit Fontona. Kemi ardhur këtu në shkollën fillore Ismail Qemoli në Saradran, përkatësisht në vendvotimin 0617, edhe me këshyrë se si ka filluar mbarvajtja e procesit zgjedhor, sa ka ndalë deri me tani në këtë vendvotim, edhe a ka shkuar gjithçka në rregull me këtë vendvotim, edhe a përshfrytëzojnë hiç qytetarët drejtën e tyre që të votojnë. Unë e kisha lutur drejtorin, në fakt menaxherin e qendrës, për një intervistë shumë të shkurt, se e dim që është i angazhuar. Drejtori, a mundem një intervistë shumë të shkurt? Përshëndetje. Bacizeq po ma tërhek, vrejti më thotë më shqythuj drejtora, se si janë drejtora sot, po janë menaxhera qendrës. Menaxhera, pikërisht sot jemi menaxhera, drejtori shkollës. Menaxher, apo na tregon sa klasë janë sot që janë të hapura për vendvotim, edhe a ka filluar çdo gjë në rregull, edhe a kanë ardhur flet votimet me kohë? 2 vendvotime janë këtë shkollë, vendvotimi numër 1 dhe numër 2. Gjithsejt janë 1900 parafërsisht 1993 në librin e votuesve për votues. Deri tani kanë votuar dikon 150 deri në orën e majt. Deri në orën e majt e kanë shfrytzuar drejtën 150 votues, ishte mirë. Gjithçka ka filluar në ora 7, në ora 7:03 minuta kanë filluar votuesit e parë kanë kryer votimin. Sa është numri që del në këto në për secilën zgjedhje, numri mesatar që del në këtë pikë? Dëgjon tash numri i fundit që kanë këtë vit një më shkurt që kanë zgjedhje nacionale, kanë dhënë ofër 700 votues. Ofër 700 votues. Po mirë, po tash është rrit numri i votuesve. Ky numër nuk është real, ky 1993 nuk është real, për shkak se është rrit numri i votuesve të ri që votojnë për herë të parë, edhe lista nuk janë pastruar. Tash përqindja dikon 40% gjithmonë është në këtë vendvotim sillet atë. 40% është. Po mirë, po dalja këtu është mbi 90, na që din banorët që janë këtu. Po. Dalja reale votuesve. Drejtor, faleminderit shumë. Nëse ki më shtu diçka ose nëse ki ndonjë informacion që më na jap, vetëm na telefono, numrin tonë e ki. Këtu është gjithçka mirë të shku, më nëroj që të votojnë secili ta shfrytëzojnë drejtën e vet, morale qytetare, kushtetuese gjitha këto. Faleminderit shumë menaxher. Ishim me menaxherin e kësaj pike qendrës të votimit 06/17 më duke se ishte. Edhe këtu tha që janë vetëm 2 klasë ku votohet, edhe deri tash tha që ka ndalë afër 170 persona që e kanë shfrytzuar drejtën e tyre. Na përcjellim vetëm nga dera klasë. Ju shohim disa qytetarë që janë të shfrytzuar drejtën e tyre për të votuar. Nuk e di, a e ka fokusuar nori sistemin e ri tash që ka ardhur me kamera ku votohet. Janë këto kamerat të cilat i kanë përdorur që nga zgjedhjet e kaluara. A jeni lodh? Si po kalani? A ka shkuar gjithçka në rregull? Hajde punë bari dëshë. Faleminderit shumë. Po, normal për dihet që ndalohen këtu. Po, na e kemi qëton që bëj, cilët jem të akredituar prej Komisionit Qendror Zgjedhor, edhe kemi drejt që në për secilin vend votim, me transmetu live edhe me shku me marr pamje nga dëshitor. Po du më dalë jashtë edhe me përmbyll këtë pikë, sepse është 06/17, është kjo pikë e vendvotimit në shkollën fillore Ismail Qemoli në Saradran. Shohim edhe policinë e Kosovës, e cila në çdo vendvotim janë në nivel të detyrës për mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Edhe na edhe këta jemi në detyrë 24/7, edhe këta i falenderoj shumë për gatishmërinë e tyre. Nga kjo pikë
e votimit. Ju përshëndes edhe ju dëshiroj ditë mbar. Shihemi pas pak në qendrën e votimit në Zallç.